Në Prishtinë, në rrugën B, sot ka ndodhur një rast i rënd. Një person pasi ka lënduar të dashurën e tij me thik, është vetëlënduar po ashtu me thik dhe nga plagët e marra ka vdekur. Dyshohet se e dashura e tij ka pësuar disa lëndime të lehta. Zëdhënësia e policisë së Kosovës, Flora Ahmeti, në një përgjigje ka dhënë detaje rreth rastit të rënd që ka ndodhur pasditën e së premtes në një ndërtesë në rrugën B në Prishtinë. Ahmeti ka treguar se informacionet e para për dy persona të lënduar i kanë marrë në ora 15 dhe menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes për të sqaruar rrethanat e rastit, duke ftuar edhe mjekët emergjent në vend ngjarje. Ahmeti ka thënë se pas arritjes në vendin e ngjarjes, mjekët kanë konstatuar vdekjen e njërit prej personave të lënduar, mashkull 34 vjeç dhe një femër e moshës 30 vjeçare e lënduar është dërguar për tretman mjekësor. Mbështetur në të dhënat fillestare, dyshohet se personat kanë pësuar lëndime nga një mjet i mrehtë, dyshohet thik. Hetuesit policor po ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura hetimore që do t'i kontribuonin hetimit të ngjarjes, ka thënë Ahmeti. Sipas burimeve brenda hetuesisë, 34 vjeçari kishte lënduar të dashurën e tij me thik, e kishte goditur edhe veten dhe ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra.